Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët te Sheri. Podcastin tonë do ta fillojmë me pjesëmarrësit e Rin Show, si fillim me kampionët tanë e më pas me shkollat e tjera. Ulemi vajza. Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët dhe në vazhdimin dhe ndoshta edhe episodin e fundit me kampionët tanë. Këtu jemi me Fionën. Përshëndetje Fiona dhe mirë se erdhe në podcastin tonë. Mirë se ju gjeta. Si ndjehemi njerë pas Rin Show, pyetja e parë. Ndjenja e parë, fjala e parë që të vjen ndërmend. Të lodhur. Të lodhur. Por të kënaqur me Patjetër. Vet. Shumë bukur. Atëre, për ty ishte viti 2 që merrje pjesë në Rin Show. Po, viti 2 dhe viti parë që marrë çmim. Po. Shumë bukur. Si ishte gjithë eksperienca? Një stuhi emocionesh, më të ndryshmet, sidomos ditën e shfaqjes, as nuk diskutohet, por që besoj se ja dolëm. Mendoj se nxorëm një produkt të realizuar. Vot maksimumin. Po, patjetër. Me ato pengesat normale janë të zakonshme, por Në kuptoj, po. Si i ka çdo shfaqje, është e pamundur të mos hasësh probleme. Shqipja vjen. Se mbajtë të qeshur në aq fort. Për pengesa dua të pyes pastaj. okay. Të flasim një për të emblat, ta shoqërosim një. Zakonisht ne në fund me Sofia po. Jo, unë jam e mbrapsht. Radhën po bolla man. Unë jam e mbrapsht. Shiko, edhe këtë vit, edhe vjet me çfarë më kanë thënë mua, vetëm këtë vit kam parë. Në show, kështu që do ma bë surprizë përgjigjen. Më kanë thënë që ke qenë muzikante dhe këtë vit e pash. po, Ke qenë shumë instrumentiste. faleminderit. Dua të di, sepse unë nuk e di më përpara të pa me piano, të pa me bateri. Po. Edhe vjet ka qenë me piano, Me më fal piano, që të po. Unë në fakt nuk shtove informacion të nevojshëm. Dua të di, a ishte si është pasioni i momentit për në Rin Show dhe u praktikove në atë momente apo ke një histori të gjatë me muzikën? Unë në 9 vjeçaren e kam përfunduar tek shkolla e muzikës Efsa Tashko dhe kam studiuar piano në 9 vite aty. Dhe nuk e kam ndaluar së luajturi. Kam dashur gjithmonë të nis edhe baterinë aty, por nuk pata mundësi, sepse u largova erdha këtu dhe mu dha rasti këtë vit të luaja dhe kam mësuar brenda një muaji. Po shiko, unë di diçka si një person që ka luajtur një instrument vet, violinën. E di që në momentin që ti e ke krijuar brenda kokës tënde idenë, të dish të lexosh notat, të lexosh një Ky ishte një avantazh. është avantazh dhe pra që kohë sa ti ke veshin e muzikës, arrin të luash Kjo më ka ndihmuar më shumë. gjithmonë edhe një instrument tjetër. Pastaj bateria është diçka që nëse ti ke ritmin brenda veshit të kokës tënde, arrihet. Dhe megjithatë bravo të qoftë që Faleminderit. e ke arritur brenda një kohe kaq të shkurtër. Po, kishe ndo pak frikë që do ngatrohesh se një muaj s'është një praktik që të jap vetbesim. Ishte një fragment që më nxori shpirtin. Nuk e fiksoja dot. Dhe një gjë që s'më pëlqeu ishte që dola me partiturë në shfaqje. Vetëm nga i fragment. Edhe kur nisi pjesa, djali me kitarë nisi shumë shpejt. Dhe nuk e kishim praktikuar aq shpejt. Thash mos, këtu u fikëm. Por që arritëm e bëm. Nuk u dëgjua, domethënë Jo, kishte një shkëputje nga asgjë, nuk u mirëprit, domethënë nga skena në ato mënyra që të dukesh që diçka ndodhi gabim. Jo, nuk u ngatrua. Ishte thjesht ritmi më shpejt se duhej. Të tremb pak u stepe në një moment Trembi brenda. shumë, sepse duhet i ndiqja. Dhe në qoftë se unë ngatrohesha, prishe e gjithë pjesa. Po, e kuptoj, po. Më pëlqeve më shumë se ca të tjerë në bateri më vonë. Tu e kemi për shkollat e tjera, flasim Po, për për konkurrentët nuk flas. Okej. Flasun. Flasim ne që e kemi për detyrë, pa problem. Tani, ne pam edhe një pjesë të monologut. Tani, pyetja ime e para fare është si erdhi ideja, a e shkruajte vetë dhe e dyta pastaj a ishte në çik mesazh personal ai apo thjesht ishte një monolog i mësuar dhe i përcjell pastaj më së miri në skenë? Ideja dhe teksti ishte nga profesorja dhe regjisorja jon Blerta Bellio.
Patjetër, ishte i mësuar, por edhe i ndjerë, sepse unë aty qava vërtet, nuk ishte i regjistruar. Okej, do me thënë, ishin lot të vërtet, reflektim me veten patjetër ishte edhe i ndjerë. Do është edhe pak nga lodhja dhe gjithstresi shfaqjes? Jo. Unë kam qarë gjithmonë në prova, sa ere kam bërë. Kështu që aktore lindur. Po, vizime. Pjesëmarrësit e tjerë, por edhe publiku u çuditën dhe më pyesin, e ke regjistruar më përpara? Po jo, qava vet. Po si qa ndot pjesëmarrësit, sepse unë qaja gjithmonë në prova dhe më pyesin, moj si qanë, çfarë mendon? Thjesht më qahet. Nuk mendoj asgjë, thjesht më qahet. Edhe është diçka natyrale që vjen në moment. Ne kuptoj, po. Më thënë, ti paka shumë me këto që po më thua, e ke dhe aktrimin pasion, po. Pasion, po edhe të lindur, sepse ti qash, kishim dhe një problem me mikrofonin, neve folëm pak dhe me Brigelin, dhe ti në qose nuk gabojmë, kishe të njëjtin mikrofon? Me val, po. Po, sepse u pati në një shkëputje, mendove diçka në ato momente, në një problema, sepse si ti dhe Brigeli e vazhdua që nga fillimi deri në fund pjesët që kishi dhe nuk kërse pat në një problem për shkak të mikrofonit. Pse u ndërpreva? Kishte një 2 momente ku dëgjoheshin. Tani po e marrë. Po, dhe Brigeli këtë na tha. Nuk e dëgjoja veten nga fonia, thjesht zërin tim dëgjoja. Të njëjtën fjalë që tha dhe ndoshta lotët e mbuluan çik. Po emocioni e kuptoj. Po. Nëse gjithë mënyra e organizimit këtë vit të Rin Show ishte shumë ndryshe nga ato që kemi parë vitet e tjera, po dhe vjet. Çfarë ndodhi që zgjodhet? Ideja ishte po ashtu e profesores, e kemi thënë edhe stërthën që ishte një shfaqje tjetër nga vitet e tjera, ishte, le të themi, një shfaqje teatrale, por me trup amatore. Edhe vjet, patjetër, bëm një lidhje të këndshme, por si vjet ishte një tjetër, kërkonte më shumë, më tepër seriozitet në punë. Dhe mendoj se po, u arrit ajo është mëse e kuptueshme. Do shta edhe pak që ishte më ndryshe nga të tëra çfarë bëj zakonisht në Rin Show, se Rin Show nga që është dhe të ri, thua e marrë më me qef. Po, nuk u prit mirë nga publiku. Le të themi që kjo shfaqje ishte planifikuar për një publik të zgjedhur. Kështu që po, erdhën goxha komente që për këdo ishte e mërzitshme, po. Do është e lodhshme dhe thua unë bëra të gjitha të punë. U mirëpritën. S'ka probleme dhe komentet negative duhen. Patjetër. Neve komentet negative mi presim që të përmirësojmë veten. Po ishin më të shumta këtë vit dhe diet në një çik të ndikuar nga ajo pjesa. E prisnim. Po. Që nga momenti që ti përgatitesh për një shfaqje artistike, jo të gjithë do ta kuptojnë. Ishte me kunja kjo? Po. Jo, me Sofia. Nuk të shpoj ty. Ma jo, personalisht ty, mos më kaloj të vajti ty. Okej, jepi Sofia. Çmimi. Viti pash more çmim. Dhe unë jam e bindur që jo i fundit. Edhe shpresoj. Edhe ai tjetri. Viti i parë çmimi i madh dhe çmimi individual. Bravo. Unë dua të më flasësh një për individualin. Pastaj si unë ndjeve në momentin që u tha Raqit Qirinxhi. Se pam që i morët me vete nga të 4-5. Do ja u them. Çmimi individual ishte shumë moment i këndshëm sepse të gjithë aktorët ishin vënë një si hark, gjysmë hark, dhe profesori Zamirën e kishim disa hapa përpara dhe mund t'i shikonim emrat në diplomat. Dhe ndërkohë që po ndante çmimet për aktorët, profesorja kaloi në emrim. Dhe isha diku këtu. Ngjitur kisha Anikën me dorë si bravo Fiona bro. Unë isha këtu duke ikur mbrapsht. Nuk e prisja, seriozisht. Shumë më kanë thënë që ti do marrësh çmim këtë vit, do marrësh patjetër, po thoja më jo, ka të tjerë më të mirë se unë. Nuk e prisja, por shumë e lumtur, po. Pastaj ishte më së merituar. Çmimi i madh, ishin bërë grumbull, ishin përzier të gjitha shkollat dhe shtyeshim nga mbrapa, na thonin dilni para. Dhe sa profesore Zamira nuk priti
E pam që vrapovi. kishte hall për veten e saj dhe kishte të drejtë normal se kur u turëm të gjithë drejt çmimit. Hodhet më mirë. Nuk e di çfarë u bë aty, një 4 orë shtyni njëri tjetrin un rash. Ishe dhe ti do me të isha dhe unë. Normale, shkurtër, çfarë do bëja? Sipër, poshtë me ishte një vajzë tjetër, Ina Qirici, që mori këcintarja me mi. Okay. Dhe unë po mundohesha të mbroja atë mos e shkelnin. Ishte ç'të të them, edhe sa unë ngritëm pastaj ika, se nuk duroja dot, as çmimi nuk e preka, ja këtu po e kam prej të parë. E kuptoj. Nuk të linin, nuk e di. Gjëma pak të në rej pak but. Rash but. Direkt asfalt dru. Uf. Çmimi sa ju thye. Po. Po. Ishte gjithës edhe mbylli syt kur ta shikosh. E rëndësishme është e mori e parë. Po. Po, megjithatë e kuptoj të gjithë ai gëzimi, pak i tepruar nga ana e Encës, po kushdo që ti ishte, jam e sigurt që do ishte si në të njëjtën mënyrë. Edhe ti do vrapoje si profesore Zamira pastaj. Po. Do i ke pas Zamirës. Tani, në krahasim me vjet, këtë vit kisha edhe pjesën me Brigelin, ai monologu. Tani, do na flasësh pak se foli edhe vet Brigeli që në një farë mënyrë ju e ishit dhe personazhet kryesor. Po, le të themi. Frika jote ishte, do të thënë Brigeli përfaqësonte frikën tënde. Si erdhi? Po, unë isha një person i cili kisha dyshime në vete, frikra, anks, dhe Brigeli përfaqësonte gjithë këto dhe le të themi që përballja me Brigelin ishte një përballje me veten, me këto frikra. Dhe në momentin që i thash pse e bëre gjithë këtë, duke sikur doja t'ja idhja fajin dikujt tjetër, jo vetes. Dhe me batutën që tha Brigeli për ty, donte të tregonte që donte të më mbante në atë zonën e komfortit për të më mbrojtur nga veset e shoqërisë. Dhe kjo le të themi që ishte. Po. Ndryshe nga aktrimi vjet që ishte shumë komik me Rodrigon. Si u ndjeve, domethënë, kishte ndonjë ndryshim sepse kësaj radhe kishte një person që ndoshta një anë që e kemi të gjithë. Patjetër një anë ku të gjithë kemi frikrat, po, që nuk duam ta nxjerrim. Ndërsa vjet ishim ai Rodrigoja. Abi. Cila ishte pjesa më e bukur, ajo i Rodrigos vjet apo këtë vit? Sepse të dyja ishin jashtëzakonisht të arritura. Nuk mund t'i ndaj. Të gjitha bën bujë. Domethënë të dyja, më fal. Edhe monologu, edhe Rodrigoja. Por që edhe kjo e si vjetshmja duhej për të zbuluar aspekte të tjera të vetes. Duhen pak nga të gjitha. Dhe bravo për propozimin. Dy anët e një monedës mund ta themi. Po ku ndjeve sta themi më vetja tënde? Ishe në ajo pjesa komike apo e ke animin më tepër në emocional janë? Tek dramatikja. Prandaj fitove edhe çmim dramatikja. Ishte mësaj të arritura. Tani, vjet apo këtë vit, cila ishte shfaqja më e mirë? Ti ndaj, i dua shumë. Po. Nuk e di. Po, si shta Gana e një syri kritik. Kush meriton të një fitore? E vjetshmja. Dikush o bashkua me mendimin tim. Jo, neve patjetër që kemi qenë shumë të çuditur Patriot. Vjet, patriot, po, edhe pse nuk bëm si disa të tjerë kur nuk morën çmim. Megjithatë prap ishte e çuditshme, domethënë sepse ishte gjithë ajo shfaqje shumë e arritur dhe ishte goxha, po. Jo se si vjet nuk ishte, por vjet ishte diçka tjetër. Ishte një emocion tjetër sepse ishte edhe vitimi i parë dhe duhet t'i jepja më shumë se këtë vit, që të përgjegjësia ishte më e madhe. Po, ishte. Po. Po dhe ishte ai kuptimi tradicional i rinshall. Po, ndërsa ju kësaj radhe sot një shfaqje më artistike se më teatrale. Po. Po ato pengesat, se kam dëgjuar, edhe ata që kemi ftuar para teje kanë përmendur nga ana e tyre çfarë ishte pengesë për ty dhe në gjithë aspektin kolektiv. Çfarë ka qenë në një kleçkë, në një pjesë që duhet ka përcyer pak si në moment të fundit?
Për mua nuk ishte pengesë personalisht, por në aspektin kolektiv ishin gjetja e veshjeve, sepse duhet ishim të gjithë me një kod veshje, jo të gjithë kishin mundësi. Oraret, ardhja në prova, dikush sishte, dikush vinte vonë, edhe normal shtyej prova të lodhur, të raskapitur, energjia binte. Këto, le të themi këto. Po, i ka përcyer ndo pak, besoj? Mendoj se bë maksimumin. Provat ishin të mundimshme? Jo. Kalimet i bënim pa ndjerë, por edhe lodheshim, sepse ishim gjatë gjithë kohës në lëvizje, ishim gjatë gjithë kohës në skenë, dhe edhe pa aktruar, ne aktronim në mënyrë të heshtur, kështu që ishte pak. Se kishit një shfaqje nga fillimi deri në fund pas një shkëputje. Po. Çka të tjerë që mund të Dhe kjo më pëlqeu në fakt, ishte shumë ide e këndshme. Më shumë adrenalin. Po. Mua prandaj më pëlqeu më shumë sepse nuk e di pse thonë e mërzitshme, mënyra se si rodhi e gjitha, nuk të jepte në një moment të mërzitshëm. Akti i pari të Zezës u pëlqye shumë. Pastaj kthesën e mori nga fundi aktit të dytë dhe akti i tretë, sepse ishin shumë këngë dhe ishin të gjitha njëra pas tjetrës. Dhe mendoj se kjo ishte. Shion ato këngët shumë, nuk e duptaj. Ishim po tamam për një sy artistik. Çfarë zer? Stefania ka një shprehje me një dhel për pospet, thotë s'po e nxjerr. O zoti. Linam. Se do e Jo, shkret në punë. Jo. Spak. Momentin kryesor të shfaqjes, atë pikën kryesore të shfaqjes, cila mendon se ishte kulminantja? Patjetër monologu. Por një moment i bukur, dua ta veçoj, ishte fillimi i shfaqjes, sepse unë hyja që nga publiku. Isha ulur në rreshtin e parë dhe po prisja të mbaronte Brigeli, së kënduari Sound of Silence, dhe të hyja. Dhe duke i parë të gjithë që nga poshtë, ato dritat e zeza, e bardha, kostumet e bardha, Brigeli që këndonte ishte si një hije e zezë, bënte kontrast, domethënë, më dukej si në ëndër dhe shijova shumë atyrje. Dhe prandaj dua ta veçoj nga të gjitha, po patjetër edhe monologu. Ne kuptoj. Ne kemi shijuar shumë. Patjetër. Unë zakonisht jam shumë e lig kur shikoj shfaqje. Po, vetëm gjykon korba. Doja të shtoja pengesat, ishin bro ritmat nga publiku. Që ishin pak të tepruara. Po, sepse nuk duheshin. Dhe prandaj ishte planifikuar për një publik të zgjedhur që mos kishim nga këto kleçka. E vum dhe redhe ne që ishim në po. Sepse edhe shpërqendrohesh, patjetër që vendos murin e katërt, por prap. Por dhe humb një pjesë që mund të jetë shumë kulminante, sidomos në këngë, që mund të jetë një sekondë ajo nota aq e bukur dhe kur janë të tërë duke mbet fillim, po. Patë në një moment në monologu që harrove apo ishe plotësisht? Jo, nuk e harrova. Jo. Ishte i gjithë i mësuar apo në një pjesë i mësuar. Por i thënë në një moment jo. Nuk ndërhyra. Shumë teknike. Shumë teknike, po dhe artistike. Në një kuriozitet tjetër që kemi, se unë e shojta kuriozitetin plotësisht. Kuriozitet. Po. Mua fjona më pëlqeu shumë, nuk e di çfarë mund të shtosh, ishte një gjë aq e përkryer, sa dhe po të kesh në një kritikë, mua për shumë monologu aq shumë ka thuaje prapa të që dhe rënqethur. Sepse momenti, mënyra se si qave, ishte tamam natyrale. Dhe jo vetëm ty. Gjatë kohës që Dorisi këndonte, isha duke qarë akoma, dhe qaja me dënes, me rënkim, nuk e di, ishte shumë, ndjeva shumë atë moment, pavarësisht se su dëgjua, isha po vuaja në ato momente para se të. Dhe tham, dhe ai pjesa e mikrofonit, nuk e di se ti the që nuk e dëgjove mikrofonin, po ato brohërima që erdhën në ato momente, sepse ndodhi një njëjta gjë me Brigelin dhe kur u dëgjua nga publiku,
Oh, Okej. Për motivim. Ishin për motivim, domethënë bravo Fiona, bravo. U erdhën nga publiku këto si një mbështetje që po ja Fiona dilje shumë mirë. nuk e kuptova. Po ja dilje shumë Më mirë. Isha shumë e përfshirë dhe vete nuk e dëgjoja nga fonia dhe nuk... Por që u çudita që u mirëpritej shumë. Më thanë të gjithë kemi qartë gjithë ditë kohës. Po si ka mundësi? Të gjithë prekën pa. Të gjithë prekën. Sepse unë fillova të qaja, thash monologun, mbarova të qaja e lash aty. Nuk e mora emocionin me vete. Dhe nuk e di. E ke përcjell shumë naturalisht, ke nxjerrë ndonjë gjë të fshehur në secili, edhe Ishte thash. plasje të ranjeresh. Tani një pyetje, ja bëm Brigeli tha nuk po zbuloj gjë. Kemi ndonjë mendim se unë jam e sigurt që ti dhe vitin tjetër do marrësh pjesë. Po, këtë doja të dilja. Të gjithë Rodrigo dashësit, mbajeni firomën se mot kemi gjëra të bukura. Po me këtë do na vi Rodrigo se babi sezoni iku. Do i gjejmë. Do bëj Rodrigo ja babi. Do ta gjejmë. Do ta gjejmë. Domethënë pasardhësit, po. Po, pasardhësi. Do na bëhet Rodrigo ja babi dhe do kemi një mini Rodrigo. Jo, iku Jo, babi, vjen mami. Në fakt mund të jetë Rodrigo në kërkim të babit. Nemo E ja. ka menduar. Bukura. Çu sa bukur na. Nemo reverse. Tani jeni të gjithë kurioz për të ardhur, juve na ishit të tër biletat për atë, po që nejse. Na latë kem, Na latë më kem neve që i kemi shkollën tonë, po që nejse mo. Se pastaj thonë që pse e fiton Raçi. Stefani. Ndonjë ide tjetër që e kemi për vitin tjetër? Kemi tani Stefani nuk zbulojnë të tëra lirë. Jo. Deri tani për Rodrigon ka menduar, nuk e di çfarë idesh mund të na vinë, por që do kemi. Okej. Domethënë të gjithë fansat e Rodrigos Rodrigian. shemi Në të para. prilli, fillim maj vitin. Okej, atëherë Fiona, shumë faleminderit që u bëre Faleminderit dhe ju. e podcastit ton. Ne Kënaqësi. urojmë shumë suksese Shumë dhe faleminderit. presim Rodrigo në kërkim të babit.